u bo një farë dezhavuje premtimet e vitit 2021. Po e sakt mund të jetë edhe sakt sepse programi i përparim Romës është për 8 vjet. Këto do të thotë veç me are kujtu vetës, ridefinimi i qendrës Prishtinës, parkingjet nëntoksore, ndërlidhja e qendrës me lagjet, salla koncertale, Muzeu i Artit Modern e tjera. Prishtina është qyteti një ambicie më të madhe se sa një pritore një autobus. Ndacak Sokol, a ka shkollat pa pasërta, a ka rrugë Jo për Sokolin, po për hir të opinionit, për shkak se zotëria Volli nuk ka qenë pjesë e fushatës vitin 2021, u bo një farë dezhavuje premtimet e vitit 2021, vetë se tash atëherë janë thonë nga kryetari aktual përparim Ramës, tash i dëgjuam nga zoti Avolli, duhet të thënë që shumica e këtyre të cilat i përmendi zoti Avolli janë pjesë e platformës së përparim Ramës në zgjedhjet e vitit 2021 dhe me keqardhje them që shumica nuk janë realizuar, këtë dëshmon edhe fakti se zoti Avolli përsëriti të njëjtat. Po e sakt mund të jetë edhe sakt sepse programi i përparim Ramës është për 8 vjet, por e pasakta në këtë rast është se nuk janë realizu, po thotë zotëris Feqla, ndërsa një pjesë e madhe e tyre edhe veç se janë realizu dhe janë në përfundim e sipër. Vjen mirë që zoti Avolli e pranoi që është e saktë ajo që është program 8 vjeçar, atë e ka thënë edhe kryetari Rama megjithatë. Besiana. Do të thotë të gjitha premtimet të cilat i ka bërë kryetari Rama kanë qenë për 2 vjet, 3 vjet e kështu me radhë. Nëse i lexojmë mora këto do të thotë veç me are kujtu vetës, ridefinimi i qendrës Prishtinës, parkingjet nëntoksore, ndërlidhja e qendrës me lagjet, salla koncertale, Muzeu i Artit Modern e tjera, këtu asnjëra s'ka ndodhur, as nuk kanë filluar. Po që kam vjen keq mas shumë tjeta është që e kemi kriju një kulturë të konfliktit mbrana komunës Prishtinës, edhe kjo mendoj që i ka penalizu mas shumë do të qytetarët e Prishtinës, edhe që ka ne ofrojmë këto zgjedhje dhe mendoj që ka kemi të regu edhe me bashkëqeverisjen tonë për 2 vjeqare, kemi të regu që do të bashkëpunojmë me gjithë, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Jeta, qytetarët e Prishtinës janë dëshmitar të realizimit të projekteve për gjatë 4 viteve të kalume dhe vazhdimit të projekteve për gjatë 4 viteve të ardhshme. Thash, Prishtina është qyteti një ambicie më të madhe se sa një pritore një autobusi, sepse nuk mund të vendoset pritoria ende pa u dizajnu procesi i linjës së trafikut urban. Megjithse, edhe në ato lagje ku është thënë ditëve të fundit se s'ka pritore, në fakt ka pritore. Prandaj Prishtina është qyteti i ambicjes më të madhe se sa disa çështjeve që tentohen të Ndacak janë trajtuar në mënyrë shkollat pa pasërta, a ka a ka do të thotë të gjitha këto janë probleme të cilat na shqetësojnë çdo ditë, edhe domethënë mos më ndërhyj njëri tjetrit, mos më ndërhyj për më ndëgju. Po me qenë se e bëri pyetjen për ata ndërhyra. Çështja e qenëve Ndacak është trajtuar në mënyrë jashtëzakonisht humane dhe në mënyrë jashtëzakonisht profesionale. Mbi 2000 qenë Ndacak janë largu prej qytetit dhe është i vetmi qytet në Kosovë po edhe në rajon që i trajton në këtë mënyrë, dhe kjo është një proces që vazhdon përgjatë gjithë kohës, sepse Prishtina megjithatë graviton krejt Kosovën edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin kulturor, sigurisht kjo ka efekte edhe në fusha tjera. Prandaj trajtimi i qenëve Ndacak dhe eliminimi i këtij problemi është shumë e saktë që ka qenë problemi numër 1 në kryeqytet përgjatë mandatit të kaluar, sot nuk është unë jam nëna e re dhe dal shumë shpesh me djalin me ecë në Ulpjanku edhe banoj, edhe domethënë është e pamundur me dalë te parku lart sepse ki konstant qenë Ndacak që i sulmojnë. Po flasim për zgjidhje sistemike. Do thotë kjo tregon për prioritetet e gabuara që i ka pas kryetari Rama, edhe unë kam shpresuar që në platformën e re ka me reflektu edhe ka me i përmirësu gabimet, po tash kur po dëgjoj prap që kemi premtime për tramvaj elektrik, për unazat të brendshme të jashtme që e dim që s'kan më realizu kur, ata vjen shumë keq. Çështja është se çështja është trajtuar në mënyrën më të mirë të mundshme dhe është realitet se gjithë jemi dëshmitar, gjithë qytetarët e Prishtinës janë dëshmitar se problemi i qenëve Ndacak nga problemi numër 1 në kryeqytet është eliminu fare nga lista, dhe kjo kërkon vazhdim të trajtimit dhe trajtim sistemik. Kjo jo që do të vazhdoj për gjatë mandatit të ardhshëm, po do të jetë një nevojë që të trajtohet për gjatë gjithë kohës. Prandaj vetëm duhet ta kuptojmë që ambicia e Prishtinës është më e madhe se kaq.